dole para, edhe ish pushteti, e uzurpun një drejt kushtetuse që a jep përmes deputetit më të vjetër për me e siguru mbarbojtën e seancës, por me bo diçka tjetër. Me uzurpu këtë drejt për me pengu rrjedhën e seancës. Unë mund t'ju them që këta sot vje kesh mënyrë të organizume kanë orë me pengu seancën. Ja ku i keni skenari. Skenari ka qeni qartë. Skenari dhe vetëmja punë që ka po sot kryesuesi i seancës është me ardhë dhe me thonë të nderuar konstatoj sa janë pranishëm dhe vazhdoj me punimet me hudhë në votim e të mëro edhe një mikrofon, s'po i vendos një mirë dhe një që e tillë nuk ka ndodhë. Pra, sot ka pas uzurpim partijak të institucionit përfaqësues qytetarëve të Kosovës. Në vend se të zbatohet skenari i seancës, vazhdimi i saj, të hudhet votim raporti, një gjë e tillë nuk ka ndodhur, por është keq përdorur kjo e drejtë që i takon deputetit më të vjetër si kryesues i seancës për me arrit qëllime partijake politike, e cilat janë ato, besoj po e dini qartë. Këta jo që s'kan shumicë, por këta s'janë as afër shumicës. Dhe unë i ftoj që mos ta mbajnë peng konstruimin e Kuvendit Kosovës, mos ta mbajnë peng themelimin e institucioneve të vendit, mos t'i mbajnë peng nga fatet kushtetuese, por le të vinë seancë dhe le të votojnë. Normalisht që nuk kanë drejt me qenë edhe në pozicione ekzekutive dhe legislative në të njëjtën kohë, por nuk munden me u sjell me këtë shpërfillje kaq të hapur ndaj vullnetit qytetar, ndaj kushtetutës vendit, ndaj ligjeve të Republikës Kosovës. Është vërtet përkeqardhje, por sot pati një shpërfaqje krejtësisht të qartë të një faktit pamohueshëm. Këta nuk kanë shumicë parlamentare.